Sot kemi përballë një nga ata njerëz që historinë e kanë jetuar në vijat e frontit, i njohur si komandant Uki, pjesë e strukturave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë viteve më të vështira të luftës. Nga pozicionet në Dugajgjin, trajnimet e hershme të ushtarëve në Shqipëri, planet për thyrjen e kufirit në Morinë e deri te plagosja në betejat e prillit 99. Rrëfimi i tij është dëshmi e një kohe kur vendimet merreshin nën trysninë e plumbave dhe përgjegjësia peshonte Savet Liria. Ky është rrëfimi i Bujar Uki Imeraj, komandant Uki. Komandant Bujar Uki Imeraj, ndryshe i njohur si komandant Uki. Mirë se erdhe dhe faleminderit që erdhe. Mirë se kom gjetë, faleminderit se këtë. Kisha dashur me nis të pyet nashta për fillimet e para në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, se e di me aq sa kam informacion që paraprakisht ke jetu jashtë venit. Qysh vendosëm u kthy, çka të shtyni, qysh ndodhi krejt ajo? Faleminderit për pyetjen, është shumë e rëndë. Pasë me fillu rrëfimin, një kohë kam shërby në Shtrinë Jugoslave, kam kryer shkollën e oficerëve ushtarak, njësi speciale, edhe më ka përcjell gjithë jetën njësi speciale edhe këtu në Kolë, ashtu puna e ka lyp edhe rrethona. Paraprakisht, pasë më orë të që janë disa filet parat, se si ka orë të uniforma, se nuk është letë, ka periudha, gjithmonë periudha më të funit, une në vitin 91, kam qenë njeri që ja koni aktivizum dhe edhe ju zdum për me fillu filet e para ushtarake, që në atë kohë nuk është përdoru që kemi, po ka qenë lëvizja fronti rezistencës. Në atë kohë unë kom për teritorin e Pashtikut, tash që Pashtikut atë thamë ratinar për zenit, edhe mu ka dhonë detyrë, mi prekajtit djemët që kanë më orë tamën për këtë finalin që ishte u që këja. Me bo trajnime. Me bo trajnime pregaditet ushtarake, me arme, me gjitha, me trajnime taktike, teknike, gjithë më krejto janë përdor, dhe ndër ta shka është interesant, që më ka bo shumë më mëdhimshme, ka qenë edhe një ideal që nuk e njohë me herët familje të tyre, po ma vonë jam njohë familjesh me ta Loan Haradinaj, që familja Haradinaj vonë e ka kuptuar që djali tyre ka qenë i pregadit nga une, vëllau i tyre djali tyre. Edhe në ka bashkë kanë qenë të pregaditën, është ai grupi në meshit PSU-t, që kanë qenë trenuar e grupi, dhe ta ka qenë... Luani ka qenë pjesë e grupit. Po, Luani ka qenë djallë që është shumë më pregadit. Prej meje, me gjithë një, ademin Tësnikët, është një vend të Tësnikë thirët, ka qenë me tokë, i ka pasrume, me Tarkoqi, dhe Lea Gjusaj, së ka dëbruna, e që fakt ka qenë koordinator në imë Krastiqi nga Prezeni. E unë kam qenë i caktuar si komandant dhe si trener, mi pregadit adjem në atë kohë. E qëto trajnimet a janë bon Kosova, a janë bon Shqipëri? Këto janë bon qëtës në Kosovë në atë kohë, vite natëni. Po flasin për natëni? Jo, natëni shëmpite fronti rezistent edhe ka pas në disa drejtime, për shembull Dugajgjin, o që ke pjesat me Gjakovë e prezident këtë, ka pas drejnisa që ka qenë kohë në Adem Jashaj, po në Adem Jashaj nuk kam njohë, një hamës vlajnë tim njohë, ka qenë ka provë një 2 drejnisa ka të një pekin fshatën të më ka bash. Edhe Lapjan, gjithë sa ka pas, dikun një afërsisht një 1.000 vetë. 1.000 1.000 persona në atë kohë, po kemi guzu me njohë shumë njerëz, për shkak informacion, për shkak rrezikut të mundshme, gjithmonë ke pas shkurtesa, mos më pas lidhem që më arte në zbulim me diçka, mos më rreziku njerëz. Po sa më afër, sa më mundsh me qenë. Edhe unë kam qenë domosdoshmë në atë kohë për Kabash, edhe ka dorë Zoti që ka kuar më shpëri. Po me që sa të u diskuperuan ato njerëz, edhe u duhet në aktivitetet, po në heshtjen është vepru gjithmonë, janë konë gatshëm për ato, edhe ka kuar në kuar kur ka fillu fillet e para të luftës që në 97-98. Po. Edhe domthonë, unë në atë kohë isha në Gjermani, 97-ën që më ka dhimbë më shumë dhe që e kom njohë Leon Haradini, ku e ka dhënë me 6 maj që rronë kofi, e që ma ure ku më veshte ka bojë tramushin në shpinë vëllarin e vetë e ato shok, po unë atër nuk kom njohë tramushin as kakon, kom njohë vetëm Leon. Edhe ka tregu një fshat që është një fshat Glogjan, komuna Gjakovës, e kom pas pyet ka i e bërçon, jam filan veni kështu në atë kohë djalë zaif, ai Leon s'ka ndryshuar shumë, ka qenë i ngjashëm, i njëjtë. Po. Edhe kur e ka dhënë Gjermani shatë ato pasi që ika nga Shqipëria, edhe kom po në televizor që rroj, e ky djalë e kom pregadit ko ka vroj. Pa njoh ma gjën familja Haradinaj, që taj ma vonë gjithë familja Haradinaj madhe, edhe ata që në dëshmorë, ata në që gjalli në këtë.
Dhe masim ka fote komandanti legjendar më dire me to me punu, me kanë luftë sa. Para se me kalu pak te komandanti Haradinaj, po du me të pyet, a e kujton momentin e parë kur e ke vesh uniformën OÇK-s? Tashti kush ta dha? Po, tash uniforma, unë ka disa uniforma, diku është Jugoslave, masin në fronte kam pas uniformë, kena pas uniformë pa amblema, atë s'ka pas të çka. As fronte ke pas vetëm shqiponën. Vetëm shqiponën në si simbol. Simbol si shembol, nuk ka pas as emën sikur që voçë këja për shemb ose fronte, po e ka pas shqipon, atë e kam pas. Po tash uniformë mirë klasike, në luftë ka qenë UÇK-ja, kuptohet. Po. Kjo është ajo. Kush ta dha atë uniformë? Se uniformën zakonisht me qenë se ishim në Gjermani edhe kishte mundësi atë materialisht uniformë me blem për shefi, e kisha ble vetë në Gjermani, e kisha dhënë e kam vetë ble atë, kam marrë me uniformë. I gatshëm për i gatshëm sepse isha në Gjermani, atë ka pas mungesa të uniformës, se kon problem më furnizu. Jo kon një lesimëm dhe shie me për trupin të me zgjedhë që më ka kumanu edhe e kom ble vetë në tonë, po amblema këto janë qitë në Kosovë. Po, e qartë. Masi që jeni këthy prej Gjermanisë dhe veç e keni vesh tash uniformën e OÇK-s, unë e di tash nuk po e di mirë çfarë kohe, po ju keni realizu stërvitje edhe në Shqipëri me një fshat. Është vërtet. Po, a mundesh me na tregu pak për çat pjesë? Po, ardhe nga Gjermania na kemi me 3 autobusë në atku, 107 vetë, kemi ardhur në për Itali, kena në Durrës, kena zbrit, kena një natë në Tiranë. Edhe krejt ata kanë ardhur për UÇK? Krejt ata djem kanë ardhur dhe prej ati kemi autur, në jesëve mas dite kemi autur për në Baramsor. Edhe në Baramsor, imi ardhur, edhe aty imi ki fillu mu sistemu dhe mu pregadit për hyrë kose. Unë kam desh në ime ato djem, mu nuk më ka liu, ka thirë Ramush Haradinaj, ka thirë atë shefin e shtabit që ka qenë ati në Baramsor për çështjet e furnizimit armatime, një gani nua, ka qenë si udhëhes aty, i ka thonë, a është bërë kemi aty, po se ka pas informata pitjeve, edhe i ka thonë, mos të vjen, në trinë atje jemi të pru një grupë djemë dhe 3, mi pregadit në Shqipëri. Edhe unë jem dhe 3 më nalë në pita djemë. Edhe ka në, ndatë të i ka sjell, sot është një hero, 3 luftrave, dhe shmorë, Fadilimoni komandantivi. Unë e ka pas edhe kolegë, edhe shok, edhe bashkë im punu, me një farformë atë kohë, në atë sëshin, to ka qile jenë këta 2. Edhe ku kemi i, jeni kon shumë pregadit edhe s'kemi i komandant Uki dhe komandant Tigri. Jemi kon shumë ngushtë edhe kemi marrë shumë pjesë, shumë luftime, shumë ofanziva, shumë ndihma, operacione, gjithmonë bashkë. E sa kohë kanë vazhdu këto stërvitjet në Shqipëri? Dikun 5 javë ditë. 5 javë, pra vetë me shpejt, po me pregadite pa nashme na ditë. Ka qenë me neve dhe 3 oficerë shqiptarë, që ka me ema të ty në mund të ilizojmë. Ta oficerë shqiptarë janë Besim Kuçani, Kujtim Vatosi edhe Petit Ramonaj. Ta oficerë shqiptarë që në atë ku janë penzionu. Nga ardhe Sali Berishit, ishte ai rame sistemit edhe ju njefshin si vëqësira të regjimit komunist, edhe nuk ishin përshtatshëm për demokraci. Pra ta kanë qenë oficer të Shqipërisë? Të Shqipërisë, që ka qenë armatën shqiptare. Edhe ata me marrëveshjet tonë, për bashkët, e kemi bon që ata më na ndihmuar me përgatitje rreth edhe vendit për shkak njofshin ata dhe ishte kazema shqiptare në pikën më të lartë për vëzhgim të enit nga edhe natën atë ku bashkëpunoj me ta. Edhe ishte kazeme bashkëtisht, Dobrej lartë, një bjeshkë lartë, Dobrej, sot është ato janë ato objektet që e konë artillerik në kohën e regjimit që kanë pas për pregaditur ushtarake në ushtrinë shqiptare. Dhe na çato pika i kena përdorur në atë kohë për pregaditje bashkë me ata. Njëri ka qenë për topat 75.000, njëri ka qenë për minesat të 2.000, tjetri ka qenë për 12.700 kolinov që qënë gjuhën popullore, drejtimi, bashkë me mu. Unë tash sa kom një pak për qëtë periudën që ju i keni majtë stërvitjet në Shqipëri, a ka pas një plan për thyrje në kufirit shqiptaro-shqiptar edhe që ka ndodhë? Po, së shumë interesant, kohës unë e flite për shumë ajo e non prilit, që ka ndodhë në Koshore, vërtet, kjo ka ndodhë shumë më herët, thyrja kufirit me shumë jasë, edhe në atë kohë na kemi qenë që ky grupë, ka qenë përgatitje për gjithë shka, për thyrja kufirit, për hire dhe për hyjnë Kosovë edhe për të bëjë operacione luftarake. Po ajo zyrtare e kanë qytë, i ka dhënë epitet non prilit, ne nuk na pengon ajo kërgjë. Jo po thoni që ka ndodhë ma herët, me grupin e juj. Ma herët me grupin tonë ka pas thyrje, shumë grupe që kanë me veçante, po
Ajo si ka isi ma zyrtar që në prile, në të kile të spish, edhe ka met ashtu. E ka marrë epitet ma të veçantë rregull është të spish për Gjapon. Po, mase që jeni kthy prej Shqipnisë dhe keni hinë Kosovë, cilat janë pozicionet e para që keni marrë ndoshta, a keni qenë zonën e pashtrikut apo keni ardhur në Dugazhin? Jo, keni direkt në Dugazhin, kemi nga Rosa Zogët, kemi rënë Junik edhe kemi ardhur në Gullazhan. Pa i përmentor shata, Roca i pasa shumë shata këtu. A keni pas atë kontaktin e parë me komandant Ramush Haradinaj? Kontakti i parë që më ardhur në Kosovë, direkt na ka prit vetë komandant Ramush Haradinaj në Gullazhan. Aty kemi pas lajmërimin, pikën kryesore ka qenë aty edhe menza, domthonjë që shimor që kemi pas të edhe përgatitur. Në fakt na kena pas kazemën mbaruar një prefide në Izniç. Ka qenë shkolla e vjetër që ka pas qasi model këtyve, i ka gjohë sistemin të kazema ushtarake, edhe kena pas të gjitha krevetet montume, sikur që kanë ushtrit rregullat, vetë ka qenë i ka gjohë komplet, asoj sistemi, më që se e një fatë, ka gjohë sistemi taman ushtarak. Ajo duon ka qenë kësi kazem për njerëz, për djemët e tonë, për këta 103 djemë. Do të thonë një 103 pjesëtar që ju i keni stërvit anë. Speciale të batalionit pas sulmus në Dugazhin. Edhe me thonë drejtë, ky batalion ka qenë model për shumë rreth e fshat aty që atëherë ishte në fillet e para, familja Haradinaj kishte bërë histori, por organizimi kishte në një fshatarake, domthonë ishte në shtabe lokale, nuk ishte një farë rregull ushtarak, një farë, ishte në zgjedhje komandant lokal, por që pak ndihmon teja, sepse ata nuk kishin një farë përgjegjësia, nuk kishin një farë rregull ushtarake. Ne ishim ato të port që i tregu si të më kon sistemi ushtarak, që më kon ushtria rregull. E që mos më marr këta djem me kurrë, po më marr direkt me luftë me vinë pa fronte. Këta ka qenë bëllë dalin atë kohë, me komandë kanë shku me hangë bukë, me rështu, me boshtimet, gjithë popullati ka këshyrë duke e ty në ushtaraka komplet, me gjitha pajisën, me gjitha këtë. E cili ka qenë roli në zonën e Dugazhit? Unë kam qenë në atë kohë si udhëhes, bashkë me Fadilimon, por kër i marë në Kosovë, Fadili është përcaktuar nga komandant Ramush Haradinaj, si komandant policia, unë e kam vazhduar në stop me këta djem, edhe në kohë lufte bashkë si udhëhes, unë kam qenë komandant këtij batalion sulmus. Kur e kujton këto nashta betejat në zonën e Dugazhinit, çka është ai momenti që më bën më shumë mend? Janë shumë ka momente të mëdha, ka shumë, por ai momenti më i parë që ka qenë direkt që ballosur fort ka qenë në luftën e Jablanisës. Lufta e Jablanisës. Lufta ka qenë domthon 3-4-5 gusht, që qenë luftime direkte në Jablanisë me forca serbe. Edhe kemi thyer ditë, edhe ka qenë ton ditën kemi luftuar me ta, bile ka rezultuar me fitore vetë. Tonë kohë me fitore, ka qenë edhe këta djemë, aty kanë këtë sukses, ne ka tregu edhe atë fuqinë e vetë, edhe përgatitore, edhe bunore, edhe trimore, tipik shtarak, edhe ka qenë fitore modhe, edhe thyri forca serbe, kanë lënë me teknika me sankanik. Ai pas kanë lënë. Kanë lënë, kanë marrë na shumë teknikë, që bëdon ndihmës pore, mjete, ushtarake, arme, këtë kanë lënë kanik. A keni pas vështirësinë atko për furnizime, nashta ushqimet e gjëra? Furnizimet ka qenë gjithmonë të mundishme, o dash gjithmonë në përbjeshkë, me sjell, me grupe ushtarake, domnjërat më furnizuar, me logjistika, ka qenë buke e vështirë, po vullneti ka qenë shumë i madh si minal kur. E çfarë do të thonë, përkundër krejt vështirësive dhe çka keni përjetuar, po besoj që keni pas edhe humbje të bashkëluftëtarëve dhe gjithçka tjetër. Çka ju ka motivuar me vazhdu? Ku e keni marrë moralin që thojna? Është mush mblefi shekullor. Është mblefi shekullor që ki ka një moment që ka eksplodu kjo, në ka mujtë me pravekarë, si thonë e ka që zoti mu pje kushtet o sot do kur. S'ke pas mu rrug tjetër, në ardhë në atë pikë që nuk ke pas rrug tjetër. Po shkoj pak të aktivitete në brigadën 133 Adrian Krasniqi, ku si pas një historie që unë e kam dëgju, ju keni marrë plagë për vdekje, edhe në fakt ju kanë lënë për të vdekur. Është e vërtet. Apo më tregon pak çysh ka qenë krejt ajo? Është shumë interesant. Do thonë, me qenë se ka ndodhur disa dy ofazia të mëdha në Dugazhin. E kam fjalën për Dugazhin, se ka ndodhur ofazia të tjera, por në Dugazhin dy ka ndodhur. Pas Romës së shtatorit, që ka qenë shumë një goditje e madhe, ka qenë vazhdim jashtëzakonisht e fuqishme. Ushtria jugoslave ka qenë e pesta në Evropë. Na kemi qenë thëmë, vullnetis të për i masë, farë armatimi nga kemë pas, nuk është e imagjinuar me thonë që si mundët me luftu, po nësë kemë pas frikë, ditë për shka jemi, im për trogën tonë, shpinë tonë, tokën tonë, nuk në ka dhe ndjeta dhe kemë pas preme, po ka dorë zoti, janë lidhë shumë se në edhe ajo e natës që ka pas 50 vjetorin, janë kryzu, ka ndeshtë Amerika më në animu këtë rast, në ka animu të faktisht, edhe që e dhe që e.
edhe së rezitojnë me shtet pavarë, me liri, me këtë. E vërtet. Po që është him aty, si kom shku në Istok, sa i preket Istokit, brigada i në qëtër Adrian Kastici, në qëtër e 3, me u dhe të komandërën legendar i të gjallë, Ramos Haradina, në bas të prevojës, në bas të pomeve, në bas të suksesin të enë, me ka ob besimi me shku në Suedec ati edhe më ka qu me detyr. Edhe pse ka qenë eron për mu, me shku një jetë total pa njoftën për herë të parë, kam shku në territorit të Stokit, vend shumë i ndishëm, vend që ka pas histori shumë të keqe, roja serbe, që kënohet Konga dhe Milish Kërsti, dhe me Selman Kajz Milish Kërsti, kënohet që nga kohët Serbia parë e dyta rën, thonë ka qenë vend shumë i rrezikshëm, po që s'ka pas tonë në farë frike për atë punë, dhe dohone jam caktu edhe ka pas ka gjithu më dhe. Ka qenë një ofanzive modhe 12 prillit, që është një ofanziv më të tepër eron, po që ka rezultu me sukses madh, epse unë e kam kaluar vështirë. Po, qysh ndodhe plagosa e jote? Atë ditë, gjatë kohës të këmë pregaditur ushtarët e njerëzit e qytetarët, janë konë disa mijë familje që kanë qenë në kodrit të kontrollit tonë të qërkës në ato shtatët që lidhen nga përshëmë nga Cërca, rokë, përshëmë rokë Tomose, rokë Prigode, rokë pjesën e ekonomisë, Lubova, rokë Novosela, rokë Jablanisë, ky territor ka qenë dikun 23 km i kontrolluar pinesh. Në atë kohë. Edhe por, dihet se ishte forcat serbe, dishin që nuk ishme pa tjetër, nuk kishim pasharë mu balaqësej, nuk mëshin ta me deportu, edhe kishim kontrol, edhe na kanë sulmu e 12 prill. Dikun mas dite, ka qenë një ofanziv shumë e modhe, edhe gjatë luftime une jam plagos ranë. Po këherë, kërë nuk i ditë fatit, do në zotit e ka shku që unë mu me ka një gjallë, edhe pse ishta në gjënë e kumën që ishta plagos, për vdek ishta, unë e këshin lonë ata njerë të minutë që për vdekën. Edhe pas hafësisht për dhamë dikun 50 minuta hafësisht, ka ardhë dhja mu, po unë pa di se kështu jam. Edhe një zonë lëdhëshëm, ato jenë afru sebet, unë kishta e dëmonë që kam ronë kumë dhe kam morfë me konë gjallë, gjakë im që ka hinë, ka rrjedhë, ka hinë në luks, edhe unë është mbush, edhe është trash gjakë, dëmonë është që të botë një loj trombozë, një farforme trombozës, edhe kam pas premi matë, te se më liru, kam vjellë, 2-3 kata herë kam vjellë, edhe sa që i vjellë sa gjak, unë që i fremojë më liron të punë, me ndojë që kam gjak dhe mësh, nuk e dijen që sham blagosam. Edhe 4-5 herë e kom hetu dhe zona që ndëgjoj dhe zona, po pa kuptushëm. Sikur që a folin shqip, a folin gjermanisht, a folin anglisht, a folin serbisht, asë një gjumë shumë pak kjarta, po tu jellë, tu liru, tu qëtësu, kur janë fu dikon afësisht. A kanë qenë sërbë? Po, ata sërbë këtë brigadë e modhës, njësi speciale, kanë qenë ato që kanë qenë njësit elite, që Milošević i ka vizitu në 2001 në Bajtanis. Qatë ta kanë qenë? E tash, në momentin kur jo jeni qu prej asaj komës, do me thonë rrëdhë vetës nuk ka pas ushtarë shqiptarë? Absolutisht, huvet, sepse ata i kanë trek plagos e tjerë dhe i kanë një armatime sende dhe për mu ka thonë, i vdekën, s'ka që kanë dohë ma tjepër, ku fomë është ku fomë, ashtu kanë menu, edhe une, dhe thonë, jam këfjellu edhe një zonët gradualisht, herë Shqipe, si bëjt dikur komplet, ku kanë 6-7 metra, ta mënë se bështu nuk kanë që një këtë shah, atërë në kom këshyrë rrëdhë vetit, që gjakë i ka rrëdhë, po mu nuk kom ka i gojë, më ka shku për qafën në uniformë. Këtë uniformë kom pas me gjakë. Edhe kom këshyrë, që ka me bombës më mëzon gjatë, që të mvrojnë ata, po ju më mëzon gjallë. Edhe kom këshyrë me që këshën për fatë në kështë metrë 12-7 Golinove ka qenë shumë e fort, ka gjithë për shemë 3-4 km me gjithë aeroplana ato helikopteret, unë e kom përdonë ndajnë kom se s'ka rreg lufta s'ka, nuk pyet çfarë forme për një zarë. Edhe pushkometrizim, edhe ka qenë topi 75 në buzë aty, ka qenë të istikomit, edhe mortoret, por unë i shikoja të cënëror me përdor për me mujtë mi të meru, ose me ditru më vramu, mësë më zonë gjallë. U kone rëndësishme mos me vramu, dorë i gjallë. Nuk më leshet që mu me dorë gjallë, se s'kisha ndimat kërë ishtë në gjenit te për të lodhën, kritikë, kështë edhe shumë gjak. Edhe e kom pa 12.7 aty, po unë menoj që i ka bërë se kishmi problemi me 12.7 disa herë për para, po një ditë për para e kom që një është dëshmor një Skender Maraj, i kom thënë qebe se ka një problem vogël, vështë e gasit e rusi, gasit po një faqaqi, a i pengon me spekty mekanizmi mrapa, po blokon mas 10-15 fishekve sa. Edhe ka pastu një 2 ditë për para, edhe ka qenë për fat mi mu ka gjetë,
Edhe kom pa që ka shëritin e gatë, për këtë fishek i ka pas dëmë plumat dum, ata e në 2 herë kështu, një këtu një atje më shumë kur duke që shumë eksplodus janë, edhe e kom pravu, po kësha problem matë që kësha u fuqi, nuk më shaj me trejek, me kanin, me pravu, a ka bloku, a ju. Si shaj sigur që ka ndosë, që shda në kumë. Kur disa e kom të në gjysë, nuk më shaj me që se kësha fuqi, por kur kanë po që dojmë më mëzonë gjallë, jenë ofër, më kanë thurë shumë ofër, ka ditur me këtë fuqi dhe tu me që kom në trasheja, me ngrejnë me këtë fuqi, edhe ka nëzërë fishekun që ka që një original plotë, e ka mon tjetë, e këmë di që ka bloku. Ta është kom thonë një mo zot, një mo të sa të vdes, me vro sa më shumë anmiq. Edhe do më thonë ti i e konë atë moment i vetëm, në një gjendje kritike, shëndetësore, edhe i ke gjujt një grupë sërbër që ka qenë brigade tonë. Me qina, ka në të kënu, se ata nuk kanë ditë që kush i gjallë aty. Asë për dekën, asë për gjallë. Po mund sa është trego që më ka vedia, ata ka në të kënu. Se ushtia ju në të këmra, po ka në që s'ka problem, ka në të kënu. A i ka të meru, a i ka zonë që më javë në priti ka ra. Pa ditë, edhe pa ditë që e më hu vetëm, kam në që kanë grupët që kësë. Autoria kanë ata nuk e ata e në trejsh. Që që arritë me dojë? Unë e kam përdohë që thash, atë 12.700. Aj, 12.700, kërë statë zotin me dojë gjallë, si i hanë kësë sikur lukumi, që i thoi me gjumë popullore. Edhe i ka të meru, ata s'kan pas mundësias me ju një zoni. Vete kanë pranu ata me një intervist, ka një gazetar Heria Spikrise, i ka thonë ditorin dhe të kohë, edhe Belgradi i ka thonë ditorin sërbisht, edhe i ka thonë që na kina pas këtë kohë ofanziv ndaj forsa terroristë. Ne gjithmonë na kanë qenë si terrorista, edhe kina ra 3.000 terrorista, e na kemi 170 tumën. Llogarit e ti, që shfarë zbulimi, ne fa kanë bo propagund, ne pavot tyne, po i ka dole që na kemi ditë, dhe na kërë kom marrë vedia mas të jave që kam qenë bjesht i koalicionit atje shërim që kam pas ditin që mund të regat rast, edhe e kanë spigu një vërtet modhe që shumë kanë mjetë aty, hupe i meje. E diçka, para se me u largu se prej qësoj historisë, une e kom dëgju, kështu edhe më ka bo shumë për shtypje, do më thonë që shke luftu i vetëm kunder një brigade. Për afërsisht, a e din sa ushtarë sërbë kam bit të vram atë pejteje? Une të regoha se ata vete kanë pranu se nuk kom pas mundësi, nuk kom pas mundësi. Ata kanë të regu që këna rrët 3.000 turiste, dhe dhënë kemë na minimalit të më forsa jonë, ka 175 që kanë përduar. Në fakt, na kër kom pytën bjesht, pasi që më ka vedien që më kanë morë në shërim ati në bjesht të kalisonë, kom pytë sa djemë, na kemi në qatë të saj dite janë konë 8 vramë në të luftim, e tja e di ka që disa tja, dhe dhënë dikon 25-6 vit gjatë 2 ditë, 3 ditë luftime. Pe kretë nesh, plako që ka pas dikon 7-8 po kretë kjo ka qenë që kënume. Ata kanë thonë 3.000 këna ra, edhe kanë thonë që na kemë minimale 175. Veti kanë përnu, nuk kemë, s'ku mund minimu, as me ditë. Po, aqë kanë të meru se kënë pas brigadë, ka qenë shumë ofër kanë qenë një tite. Edhe 12 pjesoj ka qenë, aje ka qenë, si thënë, bjeshka modhe për ta. Edhe kështë. Ka dalë mas ne të përfundimi i luftës, qysh ka ardhë për juve, qysh e keni përjetu si moment, ose... Shumë është interesant. Njështë e mëdhaj, njështë edhe një shtek është shumë normale edhe shumë thjeshtë të mëram dalin për jasoj edhe nuk një e fa knasi shumë madhe. Me të ndajtën shumë në reali, ka njështë që te për e ngëzune, s'kom ditë me gëzu shumë. Po me gjithat keni dalë krenar. Thjeshtë si normale, e kom dhënë që obligime, ka kujnë obligime u liru këven, e kem pritë këto, kështë gjë tjetër. Po, au ka në vështirë masa ne me u këthy njëtën shoqërore se mas gjitha ty në vështërsive dhe traumave që keni mujtë me marë prej asaj kohë? Po, kanë shumë problemi malë, për shkak se unë gjatë asaj kohë kër jam plagos, kam marrë disa ndihma, më thonë, thjeshta, dhe unë ndihma thjeshta, por mas 3 muaj kam pas problem malë, mu ka paqit një lloj gërçi, e që i këshin prit ata njerës që neokirurgët kanë thonë që po, e këna prit, kemë nëjë që më spekalon, kom pas përmet gjata që më zente si lej rryme, më zente nga moja gishtit dhe moja kërk, me ditë tona, e kom pas një fashimit gjatë, me lej... Kjo ka ardhë si shkak i plagosjes? Si shkak i goditeve të hormonëve në kokë, ata e thani këna prit, po shkoj 3 muaj ke menu që s'keme pas problem, në fakt është lejmë, e kom pas problem një vite sa me këto probleme, pastaj traumat e lusë janë, prezident gjithmonë të ushtarët të cido, po unë kom pas këtë problem edhe shëndetësor. Do më thonë, vazhdoni me i kujtu hermasere krejt. Në fakt e mori copë hekër këtë dhërot për jetën e që të ka dhe vlazit shkije. E mbajnë e kokë. Veç vlazën ju, po.
Qysh po e sheh Kosovën sot? Qysh po e sheh shoqërinë? Sa po vlerësohet lufta edhe sakrifica që e kanë bërë ushtarët e OÇK-s? Shumë interesant. Se di, jemi një popull i çuditshëm me specifika të veçanta. Jem pak. Jem çuditshëm çdo kohë që të thënë edhe kemi dëgjuar për tjerë, po edhe vetë pe përjetojmë këto, nuk dina shumë të kemi një eufori të mëdha edhe shpejt i harrojmë, edhe na kanë thonë, anëmisht na kanë thonë, domthonë një popull që për një kohë shkurt anëmikën e banik është populli shqiptar, po më vjen keq se kemi këtë problem. Apo thu që jemi në rrugë të u bë mik me armiqt apo? Në një farë forme jo mirë njofës ndaj vlerave të luftës. Kemi probleme shumë për ditë. Nuk menojnë për pastë, nuk menojnë për që e gëzojnë në këtë leji edhe jetojnë këtë leji edhe shojnë ata që në kanë sjellë. Ose i fundojnë me një farë forme, ose i përbuzim me një farë forme, kjo po na kushton edhe po na vjen keq ndosë. Po ja që kështu është. Nëse unë besoj që ki shumë gjona me tregu, po që mos më të mbajt edhe ma shumë, kisha dash diçka të fundit nashta, na i mesazh për brezin e ri që luftën e lexon ose e ka mësuar veç prej librave dhe rrëfimeve, po që s'e ka përjetu. Edhe qa ju kishte thonë krejt të rive sot të Kosovës, shqiptarë përgjithësi. O rune dhe këtë lije, dune bese, ju vetini të gëzu, se ne kemi luftu për me gëzu rininja dhe gjeneratet e reja. Babë gjysh nga kanë dhegë me sy qelë, pa kur erë në lirijës, edhe nga kanë në lindën, në plakë kanë dhegë në robni, edhe kur nuk ka një vetën krenorë, gjenerata po që kemi kry këto imi na, rune bese se na ka fati me vujto, por edhe fat mirësi që na i prontë fort që gjenerat me arë kjo punë, këta ble të akzojnë të rujnë, e në ta dojnë se është e mirën të tyre, nuk është mirën e tyre që kanë dekë dëshmore, po të mirën të po dëshmore e kanë dhonë shpiritin, e kanë dhonë jetën për këto gjenerata, nuk është mirë mi përbuz dhe mi njerose, mi ofendu njerëz të lusë dhe dëshmore se invalidës. Kjo është. Pse po mendon që ka nisë që këto lloj ofendime në vlerësime kohëve të fundit kundër pjesëtarëve të OÇK-s? Unë mendoj që nuk kemi mësuar me gjetë veten lirijës, gjithmonë kemi pas çizmën e shkallët në qafë. Edhe ky ndrimi i shpejt e kanë dhe njerëz mjegullin, nuk e kuptojnë çka është rëndësisht liria, çka është vlera e madhe shteti, liria. Kur e kemi pas në herë pikos, këndër bëhet asnjëherë, hera parë si komb, si shoqëni kemi luftu. Hera parë, pikos nuk kemi nuk di njerëz me gjetë vetë, nuk e di, është një oferi e çuditshme. Është një oferi e çuditshme. Komandant, unë po ndina shumë e nderume që ke pranuar sot me do pak prej rrëfimit. Ka shumë për të thonë, po do të shkrim, besoj që shkrim libra e rrethona tjera. Po, në fakt, para se me mbyll, se dëgjova që jeni edhe të e boni libër historik, apo na fol pak për librin ku jeni, qa përfshihet, kur pritet me dalë? Falënderes, përfshihet gjithë periudha që nga kalume historike e popullit tonë, edhe si familje, do të familje ime që ka një periudhë shumë begatshme, shumë forte, që më kam përjetuar vëllë lufta e burgje dhe shka, edhe si komendar kur asaj sonë, edhe jemi tashti për lidhën periudha historike, familjare, kombëtare, edhe kjo luftës fundit që është të shku për këta djente për historisë që do që kështë. Domethënë është libër historik i gjatë. Ka edhe rrëfime? Ka rrëfime, ka fakte, ka shënimi historike me data, me dita, me numrin e ushtarëve, me datlindje, me qytete, me fshatra, me numrin e armëve bile dhe numrin e armëve çfarë e ka ngarkuar. Me detaje. Ekziston detaje, shumë interesant. Kur pritet me dalë në publikim? Më mendoj që mbana 2-3 muaj të tjetë kjo në dispozicion të e ka halon e amër? Po edhe unë e kom pas limër e parë që më shku një detaj shkurt, dhe më ka qenë, dhe më legjenda bjeshkën në më duke ka qenë, se di si dhe ta minojnë, dhe ta shikojmë që dhe ta për dhapin, profesisht do të cilë aty ratë lutë, mirë, por atë të alëm më këte me jemi tjetër, jemi në diskutime. Unë për ju uroj shumë sukses në publikimin e librit, se realisht është nevojshme që të kemi sa më shumë publikime dhe shkrime për historinë tonë në mënyrë që asnjëherë mos me leju me pas shtrembrime që mundet me u tentu me pas realisht. Jo, është shumë e saktë që është ditar që nuk ka të bëjë me libër tirash nga të thëna, po nga personalisht jam pjesë asaj që me data, me dita, me emra persona që ndjem të luzën në sot gjallë, e edhe në kati ku fashtrimi ka saksisht keq ka është.
Që të thash, të falenderoj shumë. Jam shumë e nderuar që ke pranuar me ardhur dhe më na jap rrëfimin. Që më ka dhënë mundësia me bëni rrëfime, me treguni të vërtetë. Ishte kënaqësi. Besoj që mundemi me realizu edhe në një moment tjetër me një kohë më të gjatë me na ju, kështu pak edhe më rahat. Do zoti me të bëjmë në herë pak më xhanë më ndryshe edhe më detaj, po me çfarë so rrëfim pak më një farazëmie të përgjithshme. Besoj që është. Falenderoj shumë për sot edhe për krejt çka ke bërë për Kosovën gjatë kohës luftës. Miq të dashur, unë ju falenderoj shumë që na ndoqët sot. Shihemi në episodin e radhës me një tjetër pjesëtar, komandant të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe me rrëfimet e tyre shumë me vlerë për gjithë ne, gjithë mirat.